Nuk e di, po ju pyes juve vllazni, a ju bën vaki me një përndit këtë fjalën marrë për dikujt sot? Apo është duke edhe për fjalorit ton? Kur kush kërkujt nuk i thot as po të vjen marrë, se ai ka me thonë, po çka është marrë? S'ka marrë sot kur kush karshi kërkujt. S'kan marrë njerëzit karshi Allahu Dhul Xhelal, krijuesit të gjithësisë. S'kan marrë ndaj prindit, s'kan marrë ndaj mësuesit, s'kan marrë ndaj hoxhës, s'kan marrë ndaj plakut, s'kan marrë ndaj askujt. Lakonisia bjen zinan. Zinaja bjerë shtatzanin para martesës. Shtatzania para martesës e sjell abortin. Aborti e bën vrasës atë djalë dhe atë vajzë. Pastaj prishen raportet mes trive që duhen mes veti për shkak të lakonisisë e zinas, e pastaj prishen familjet mes vete, e pastaj shkatrohet një popull. Ama vllazni, nuk ecë shteti përpara veç me teknologji edhe me robota. Shteti ecë para me njerëz. E njeri nuk ka mundësi me zhvillu njerin pa fe, e sidomos pa islam. E nas mundemi me qenë popull i shëndosh nëse fëmijët e tonë smuren, kalben, prishen moralisht. Se dikush thotë hoxh pa djava se fol, s'po të ngon kush. Ne e kena borxh me fol, e kena obligim me këshillue. Se cili. Vetëm ashtu kena mundësi me garantu ndryshim edhe shpëtim. Për ndryshe ka me qenë gjendja keq e ma keq. Kulesa është avansim kulturor dhe civilizues. Sot dikush mundohet me na shit pallavra, edhe zhveshen lakonisi me na shit si kulturë dhe përparim. Asnjëherë. Fëmijët e vegjël të posa lindur, çdo nan normale e mbulon, edhe e pështjell. Se lën lakuriç. Bebe. Kur dikush don me poshtru diken e zhvesh. Veshja o vllazni është nder, është vlerë, është ngritje, është moral, është përparim. A keni pa dikun në botë ndonjë mbretnesh e zhveshun lakuriç si zhveshen shumë vajza muslimane? Sot nuk ka. A keni pa tubime serioze me shku njerëzit me të paveshun sipas kodit veshmbathjes të caktume për ato tubime? Nuk ka. Nuk të lonë vendet caktume me shkuti me shorca, ani pse je mashkull. Nuk lanë vendet caktume me shkuti me miniqa, femnat, ani pse ti nuk je muslimane. Edhe ai vend nuk është musliman. Do thot me qeni mbulum, me pash veshje, është nder, është kultur, është avancim, është përparim. Zhveshja, lakonisia o vllazni është degradim. Është humbje i vlerave morale. Kur nga zemra hiqet petku i turpit dhe i levëshmërisë, prej ti hiqet edhe petku i trupit. Hek e marrën, hek i teshat. Do thot se është shfaq lakonisia të vajzat tona, sepse është humb marrja. O gjallartë pleq, baballarët e tonë, shumë e kanë rreh këtë temën e marrës, e turpit. Edhe këshilla, çdo këshillë e dytë ka qenë mos e marrë. As ki marrë, a nuk të vjen marrë. Nuk e di, po ju pyes juve vllazni, a ju bën vaki me një përndit këtë fjalën marrë për dikujt sot? Apo është duke edhe për fjalorit tonë? Kur kush kërkujt nuk i thot as po të vjen marrë, se ai ka me thonë, po çka është marrë? S'ka marrë sot kur kush karshi kërkujt. S'kan marrë njerëzit karshi Allahu Dhul Xhelal, krijuesit të gjithësisë. S'kan marrë ndaj prindit, s'kan marrë ndaj mësuesit, s'kan marrë ndaj hoxhës, s'kan marrë ndaj plakut, s'kan marrë ndaj askujt. Edhe shumica e degenerimeve vinë mu për shkak të mungesës së marrës.
Andaj Allahu Dhul Jalal tha: "Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair." O njerëz, na petkun e kemi zbrit për ju që stoliseni me to, po petku i devotshmërisë është më i miri. Zotën, siç e tham pak më ardh, lidhen gjonat. Në mungesë të takvallëkut në zemrat tona, atër mungon edhe mbulesa në trupin ton. Edhe andaj se cili bab du të me kuptu se ka amanet vajzën e vetë dhe ka me dhonë llogari për atë vajzë që ka në shtëpinë e vetë, për mbulesën dhe mos mbulesën e saj, për mbulesën dhe zhveshën lakonisin e saj. Nuk është punë e vogël o vllazni, punë xhehenemi është. Buri ka me dhonë llogari për gruën e vetë, për veshën dhe zhveshën e saj, për mbulesën dhe mungesën e mbulesës tek ajo. Dhe zhveshja e zemrës nga takvaja pasohet her avon nga zhveshja e trupit. Devotshmëria është petku më i bukur që zbukuron njeriun, ndërsa humbja e saj është hapi drejt i parë drejt humbjes së trupit deri te mbulesës. Shfaqja e pjesëve të turshme të trupit dhe zbulimi i avretit është synimi i shejtanit, është strategji e tij, është plan konkret që ai punon ditë edhe natë me zhvesh femrat tona e me dal ato lakuriq. Tregon Allahu Dhul Jalal dhe thot: "Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." O bijtë e Ademit, të mos ju mashtoj juve shejtani, ashtu siç i nxjerri prindrit e tyre nga xheneti, duke u zhveshur petkun e tyre, që të shfaqen pjesët e turpshme të tyre. Kur thot Allahu Dhul Jalal o bijtë e Ademit, është porosi për mua dhe për ty që jetojmë sot, se ashtu si e mashtoi babën ton Ademin a.s. dhe e nxjerri pi xhenetit, ai edhe sot nuk nalët të punu me na mashtru edhe neve, me na nxjerr nga rruga e xhenetit, nga rruga e udhëzimit, nga rruga e nderit dhe moralit, me na zhvesh për të gjitha vlerave morale të cilat neve na i ka sjellë Islami dhe me to na ka rujt. O vllazni, lakonisia për të cilën flasim na sot nuk është problem pa bisht, është një problem që ka shumë probleme mas. Lakonisia bjen zinan, zinaja bjerë shtatzanin para martesës, shtatzania para martesës e sjell abortin, aborti e bën vrasës atë djalë dhe atë vajzë, pastaj prishen raportet mes trive që duhen mes veti për shkak të lakonisisë e zinas, e pastaj prishen familjet mes vete, e pastaj shkatrohet një popull. O vëllezër, shtetet më të zhvilluara ekonomike në botë, pa përjashtim, të gjitha kanë problem me natalitetin. Nuk kanë fëmijë, e s'kanë fëmijë për dy arsye. Pse nuk martohen, edhe kur martohen nuk bëjnë fëmijë. E dini pse nuk martohen? Sepse epshin e tyre e kënaqin tu pa namuzin e huj, edhe e shpin epshin pakuror me femna që i rasisin na për rrugë. E kjo gjendje, nëse na sot nuk i rim gati, nuk e rujm veten ton me uljen e shikimit, meshkujt, nuk e rujm veten ton duke i eduku vajzat tona, motrat tona, gratë tona, femrat tona që t'jenë të ndershme, të moralshme. Na ashtu jemi popull i vogël. Edhe Zotën kanë fillu me vonu martesat. Edhe Zotën kanë fillu me pas të rritë probleme në martesë. Këto për shkak se i kanë kalu udhëzimet e Kur'anit dhe Sunetit, pse nuk e respektojnë Islamin. Edhe këtu na edhe njerë kena me potencu sa është i rëndësishëm Islami me na majt neve paqen shoqërore, edhe paqen shpirtnore mbrenda nesh dhe familjeve tona.
dhe me na ndihmu neve me u zhvillu si popull dhe si kom, edhe me qenë të shëndosh psikofizikisht edhe moralisht. Japonia, si shtet me zhvillim ekonomik i 4 në botë, e ka rënjen drastike të natalitetit. Për shkak të këtyre veprimeve që ata i bëjnë, gjithë ju e dini Japoninë çfarë zhvillimi teknologjik edhe industrial ka. Ama vëllazni, nuk shteti përpara veç me teknologji edhe me robota. Shteti para me njerëz. E njeri nuk ka mundësi me zhvillu njerin pa fe, e sidomos pa islam. E na s'mundemi me qenë popull i shëndosh nëse fëmijët e tonë smuren, kalben, prishen moralisht. Innamal umamu akhlaqun ma baqiyat, tha poeti i madh egjiptian Ahmed Shauki. Popujt janë moral për aq sa kanë moral, e kur morali u shkon atyre, shkojnë edhe ata. Ka pas civilizimet mëdhaja në botë, o vllazni. I ka shkatrua Allahu për shkak se ata i kanë humb vlerat morale. Ç'a presim na? A presim edhe na ndëshkimin për Allahu Dhu Xhelal? A presim na me na ra gur për qellit? A presim na me usmu këtë popull jonë me smundje në gjithse? Ç'a presim? Kam shumë për me fol, po nuk po du me zgjatë më tepër. Thjesht, o vllazni, kejt na që kena përgjësi, duhet me marë përgjësin për misupet e veta. Baba në shtëpinë e vetë, buri të gruja e vetë, hoxha në gjematin e vetë, intelektuali në qarqet intelektualet vetat, politikanët me ligjet për t'i mbrojt të rinjt dhe të rejat nga këto të shmendurina që përndodhin. E të këshillojmë njëri tjetrin, e mos nalimi duke fol, se dikush thotë hoxh badjava që fol, s'po të ngon kush. Ne e kena borxh me fol, e kena obligim me këshillue. Secili, vetëm ashtu kena mundësi me garantu ndryshim edhe shpëtim, për ndryshe ka me qenë gjendja keq e ma keq. Ma asabekum min musibetin illa bima kasabet ejdikum wa ya'fu an kathir. Allahu thot, çdo fatkeqësi që ju godet është rezultati i asaj që e keni fitu me duart e juaja. Megjithëse Allahu shumë fal. Me konë se Allahu na ndëshkon për gjithë gjunaat që i bëjmë na, s'kishte met asnjë njeri mbi tokë. Por Allahu fal, edhe na jep afate të reja të pendimit, e të korrigjimit, që të vazhdon jeta në këtë tokë, përderisa ka kush thot la ilaha illallah. Përderisa ka edhe vetëm një besimtar, të vazhdon jeta në këtë tokë, e kur çduket edhe ai besimtar, atëherë ka me ndodhur kiameti.